Me kënaqësi ju ftoj, doktor Jetmir Sedion, mirë se na erdhe dok. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Si jemi? Mirë. Zemrën si e ke? Deri tash mirë. Ju e kontrolloni vetëm, po? Nuk e lini pas dore? Ko pas kohë, po. Ko pas kohë, po. Të mbaj mend se të njoftova në kohën më të vështirë në ÇKUK. Edhe ishe i prem me atë disiplinë, i veshun. Shkojmë tha për një koronografi. Edhe besa me sa e di kishim shumë shpresë që dalim për një stend, dhe kur dole me dhonë lajmin se nuk është punë stend, është ma shumë, kishe një mirë kuptim performansi edhe a lajmin, se dhe ajo mund të te i kalohet, dhe e di që sot përballë ne kemi ndoshta edhe shumë dëgjuese si zonjën e Gjakov, në moshë të shtyrë që ajo sot jeton, janë shumë krenar edhe me mu që të kom ty në studio. Faleminderit për gjithë këto fjalë. Normalisht me qenë se veç e përmendi pjesën kur juve që një ballafaqu me këtë problem klinik, normal në ndonjëherë pritshmëritë janë ndryshme prej rezultatit cilin e kemi, sepse fundja koronografia si procedurë është metodë diagnostike që na tregon në kohë reale dhe është si standard i artë që përcakton saktësisht problemet me arteret e zemrës. Dhe na gjithmonë kemi qef që probleme me dalë sa më të vogla, po ndonjëherë hasim normalisht edhe në ato që s'kemi qef, dhe ndonjëherë problemet janë më të avancuar dhe duke pas parasysh që pjesën cilën e bëjon është pjesa e intervenimit me stent, pra hapja artere në mënyrë mekanike me stent, që zakonisht bëhet pa operim të hapur, pa prerje, pra të gjoksit që është prap një operacion i madh. Dhe ka raste të caktuar ose pacientat të caktuar kur smundja mund të jetë në stadij më të avancuar, edhe normalisht stenti nuk është si zgjidhja më e mirë dhe mbeten pastaj për opsione të tjera, si është për shembull operacioni i hapur ose bypassi aortokoronar, por e mira është që në profilin ton shumica pacientëve kanë zgjidhje. Problema e madh është në disa raste për shembull të smundjeve të caktuara tjera, kur pavarësisht diagnostifikimit të gjitha gjërave të tjera, prognoza ose trajtimi nuk është shumë i mirë ose shumë afatgjatë, dhe kjo normalisht pastaj krijon natyrisht edhe problemet natyrës psikologjike, format e tjera, kurse tek ne e mira është që shumica e smundjeve, domethënë, kanë trajtim. Dhe kjo është diçka e mirë për pacientët dhe për ata cilët natyrisht që kanë nevojë për trajtimin. Ju nuk dilni në korridore me thonë cilën stent pedon, këto të 2000 apo ato të 5000? Ju s'bani se senden ÇKUK? Jo, tash problemi është që ju nuk vendosni stenta pa pas nevojë. Jo, asnjëherë. Ideja është që fillimisht unë gjithmonë them, stentin nuk është problem me vendos. Problemi është a ka indikacion qartë për me vendos stentin. Kjo është e para. E dyta është që stentin kur e vendos nuk mundesh me hek më pastaj. Dhe do të me pas parasysh faktin që mund t'jesh praktikisht ti pacient në atë tavolinë. Dhe gjithmonë dush më kthy edhe me mendu sikur se je ti ose është ndonjë familjar i yti dhe me trajtu në atë formë. Dhe nëse arrin ti me trajtu në këtë formë pacient, atë mendoj që jenë rrugën e mirë, jenë rrugën e duhur. Tash normalisht, jo gjithherë ki me pas rezultatet më të mira të mundshme, jo gjithherë kemi pas sukseset më të mira të mundshme, dhe fundja problemet e artereve të zemrës janë problemet të cilat shpeshherë dinë të çojnë rrugë të mirë, po edhe gjatë rrugës dinë pastaj me deviju edhe normalisht me përfundu jo mirë pacientat. Unë shpeshherë thon pacientat, sidomos aty në që janë me infarkt, normalisht jo pacienti, sepse ai bolle ka problemin e vet, dhe tash na t'ja rondojmë situatën psikologjike, mi thonë që është rrezik, është probleme këto gjëra, po familjarëve zakonisht ju sqarojnë në detaje. Dhe kufiri, unë gjithmonë them kufirin mes jetës edhe vdekjes, sidomos tek pacientët, atë të cilët vinë me infarkt, se pranon gjendje të rënd klinik, është shumë i vogël, është shumë i holl. Po, unë jam i lumtur që përkundër gjithave, përkundër tona vështirësive, ne arrim me të vërtetë trajtojmë shumë pacient dhe rezultatet janë të prekshme, janë të mira, që normalisht pastaj rezultojnë edhe Cila është mosha më e shtyme që e ke pas edhe më të vështirë në proces të stentimit? Mosha më e shtyme është pacient 90 vjeç që ka qenë. Edhe kam trajtu, ajo është gjallë hala, edhe është shumë mirë me shëndet, më të gëzën shëndet mirë, kjo është mosha më e shtyme që e kam trajtu. Do të thonë mundet me përballu edhe ajo mosh stentimin? Dëgjom, nuk ka kriter moshe. S'ka kriter? Absolutisht. Tash sidomos në qoftë se marrim për shembull në perëndim shumica pacientave janë të moshave të shtyra. Dhe
Ideja është që pacientat që kanë probleme me arteret e zemrës, moshën më pak se 70 vjet, llogaritën si pacienta prematur ose të ri që kanë të lashe me zemër. Kryesisht moshë e shtyruar llogaritën mbi 80 vjeç. Po prapë se prapë nuk ka kundërindikacion për mi trajtu këta pacienta, sepse smundja s'vet, s'nje mosh, s'nje gjinis. A është e përjetshme arteria me stentim apo stenti kur vendoset me atë stent pacienti ka me vdek. Do në sa të ketë jetë me jetu, qa ka me jetu? Po mendoj nuk ka rrezik me u bloku prap. Këtu është një problem, që shumica pacientave ndoshta e keq kuptojnë. Mendojnë që ndonjëherë kur zgjidhet arteria me stent, sepse kur pacienti vjen me shumë dhimbje gjoksi, vjen me një gjendje të përgjithshme jo të mirë, dhe kur procedura kryhet brenda gjysore, sepse ai duhet është rast urgjent, ideja është ta marrësh sa më shpejt sallë, ta hapësh arterien, ta vendosësh në kujdes intensiv, ta monitorosh, kaq. Dhe shpeshherë këta pacienta duke pas parasysh që e kalojnë shumë kollaj këtë procedurë. E kalojnë shumë kollaj këtë procedurë, ndonjëherë mendojnë që ka shumë e thjeshtë. Unë gjithmonë ju them që pacientave stenti është si puna e zjarfiksit. Do të thonë e ndal zjarrin, po asnjëherë s'ka me shu vatrën. Dhe kjo nënkupton që smundja, sidomos smundja e artereve të zemrës, për fatkeq është smundje që përsëritet. Do të thonë, për shembull në Amerikë përafërsisht, do të thonë 30-40% rasteve kanë tendencë prapë me pas smundje të artereve koronare. Ose më mirë me thonë me pak fjalë, përderisa janë smu arteret që t'i ka falë Zoti, që është s'ka më mirë, stenti është një zgjidhje e mirë, sidomos kur është fazën urgjente, se ta shpejton jetën, sepse është hapje mekanike në gjakut, por nuk është e pafundme. Mundet me u mbyll prap, mundet me u ringushtu prap, po prap se prap ka zgjidhje. Po pastaj këtu është pjesa se sa pacientat i rinë veti gati, sa janë të kujdesshëm e kështu me radhë. A janë disa lloje të stentimit, a është vetëm një stent? Jo, tashti zemra e ka 3 arterje të mëdha dhe shumë degë të vogla. Tash varet se cili segment është i smut i arterjes, aty shifet a ka nevojë për stent. Tash na me përparimin edhe të punës edhe të rasteve dhe gjithë këto gjonave, kemi filluar dhe i trajtojmë edhe arteret që janë më komplekse të mundshme. Përderisa për shembull është para disa viteve, ato arterje nuk është menduar as të preken, është shku pacienti direkt për operacion të hapur. Unë, do të thonë këto vitet e fundit, shumë rrallë që i pacienta për operacion të hapur. Për ashtë rasteve, kur, do të thonë, duhet me vendos shumë stenta, unë jam kundër idesë me vendos shumë stenta në arterje koronare, sepse mundësia për murimbyll është më e madhe, edhe në këtë formë, do të thonë, mbetet si opcion operacioni i hapur, ose për shembull pacientat që kanë smundje të trianëve të gjakut, smundje të trunkut kryesor që i furnizon pjesën më të madhe të zemrës, kur kanë diabet, pra smundje të sheqerit, edhe probleme të tjera, natyrisht që ata ndoshta përfitojnë më shumë për operacionit të hapur, po ka për shembull raste kur kemi pacienta që përkundër që janë shumë të smuta në të gjakut, i kanë shumë të avancume, janë të papërshtatshëm për operacion. Kanë probleme mushkërit, kanë probleme veshkat, dhe normalisht operacioni i hapur, sepse operacioni i hapur nënkupton që kur e bën ti bypassin shumtën e rasteve, shumica e pacientëve ndalet zemra derisa të bëhet pjesa e operacionit, do të thonë bypassit ose lidhja e anës artificiale ta quaj ashtu. Dhe në këto raste normalisht komplikimet mund të jenë më të mëdha, dhe ndonjëherë ka raste kur për shembull kardiokirurgët përkundër që ne rekomandojmë, e kthejnë si rast, do të na komunikojmë shumë ngushtë me ta, pra është si heart team, ku marrim vendime bashkërisht, dhe ndonjëherë ka për shembull pacientat që janë të papërshtatshëm për operacion të hapur, atëherë kthejmë prapë te na dhe do ta bëjmë një zgjidhje sa më të mirë, sa më ideale për pacientin. Dok, cilat janë sinjalet e para që ne duhemi me fillu me mendu që është koha për një vizitë te kardiologu? Kur duhet shqetësohemi, në cilat raste? Unë mendoj që tashti më ka ndryshuar pak trendi problemit mes smundjen e zemrës. Përpara është menduar që shumica e pacientëve kanë të lashë me zemër kur e kalojnë moshën mbi 50 vjeç. Për fat keq në kohën e fundit ne kemi shumë pacienta të moshave të reja, pra pacientin që e kam trajtuar në moshë jashtëzakonisht shumë të reja, është para disa muajve, një djalë i ri unik, që ka ardhur me infarkt, ka qenë vetëm 31 vjeç. Dhe problemi ishte që nuk i kishte vetëm një arterje smut, por i kishte të trenet e gjakut. Njërin e kishte të mbyllur shumë amoti dhe dy të tjera ishin në smundje kritike. Dhe ishin para dilemës. Smundje kritike po thu kur shkojnë të u bloku? Absolutisht, domethënë smundje kritike nuk kupton kur arterja është e ngushtuar mbi 90%, 95-98%. Problemi që ishte te ai ishte sepse fillimisht e kishte një arterje të mbyllur shumë amoti.
që nuk e dinte se kur është mbyllur arteria. Me 31 vjet. Me 31 vjet, mirë po këtu ishte problemi gjenetik, natyrës gjenetike, se pak a shumica familjarëve në këtë moshë kishin të lashe me arteriet e zemrës. Zemra është gjenetike. Gjenetike. Edhe në gra dhe në burra. Absolutisht, po, nuk i ndryshon absolutisht. Dhe në këtë rast neve zgjodhem pak mënyrën më të mirë, duke pas parasysh është moshë shumë e re, dhe po ta operonim tash, ai nuk ka mundësi të rioperimit dhe problemet eventuale që mund të shfaqeshin, zgjidhat është vetëm me stent. Edhe ne bisedojmë me pacientin, normalisht edhe me familjarët, dhe ju thamë që okay, ne do të mundohemi ta hapim këtë arterie dhe i kemi hapë të 3 arteriet e zemrës me vetëm 3 stente. Nëse cila arterie ka një stent dhe faktikisht i kemi mundësu atij pacienti që ta bëjë jetën e mirë dhe në të ardhmen, nëse është i kujdesshëm, mund bukur shumë gjatë të kaloj mos ketë lashe, po edhe nëse ka probleme, prapë kemi një mundësi, pra kemi një derë hapur që ai mund të operohet. Okej, s'po neglizhoj pyetjen cilat janë sinjalet e para dhe kujdesi cili duhet jetë nëse është i kujdesshëm. Eksakt. Pra, sinjalet e para dhe çfarë kujdesi duhet kemi pas tentimit? Zakonisht simptomat e para që manifestohen të shumica pacientëve me insuficientë arterie koronare janë ato që janë të përgjithshme, pra është dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit kryesisht është me natyrë shtrenguese ose me karakter diabetes. Dhimbja e zemrës, mesi i gjoksit? Dhimbja e gjoksit, domethënë zakonisht është ajo drasa e gjoksit, që njihet gjuhën e popullit. Dhe kryesisht këto ankesa mund të jenë më shumë prezente në aktivitet fizik. Ose për shembull për një moment caktuar pacienti ka qenë shumë mirë dhe ka filluar me pas frymëzanie, që s'ka pas më herët, ndaljet frymës, në ndjenjë pa mjaft të shpirtis, pra, urna? Kur je duke ecë ndodh kryesisht. Edhe kur je në qetësi, absolutisht. Po sidomos kur je duke ecur. Mandej kur fillon për shembull dhimbja e gjoksit në aktivitet fizik, sidomos kur ti për shembull ke ngjit pa problem, në kat 2 kat shtëpisë ose banesës, s'ke pas asnjë problem, dhe tash për një moment caktuar ka filluar me pas një lloj djegje në gjoks, Dhe kur kjo djegje është prezente te pacienti, e cila pastaj ndalet kur ai pushon, për neve është një tregues, është një alarm që diçka po ndodh me anët e gjakut dhe është mirë se sa më parë të ofrohet një mjekkardiolog të sqaroj këto ankesa, sepse fundja anamneza ose biseda, bashkëbisedimi me pacient është pjesa më e madhe e diagnozës që mund ta kesh në dorë. Problemi më të madh na kemi kur pacientët na vinë me urgjencë, do të thonë që bojnë infarkt dhe gjithmonë ju them, çësia jam është që ti trajtojmë pacientat pa bojë infarkt, sepse ndryshe është kur ti e ke në dorë situatën, ndryshe është kur ndonjëherë din me dalë prej durve. Pra këtu disa prej ankesave më të zakonshme. Ndonjëherë mund të ketë dhimbje vetëm të nofullës ose dhimbje vetëm të krahëve. Shpeshherë ka pacient që vjen thotë kam pirje të brylave deri te kyçet e dorës, që kur e merr ti analizon thua është totalisht jo tipike, sepse mund të ketë probleme me unaza, probleme të natyrave muskulare, edhe shpeshherë e neglizhon ose e shmang derisa vjen një moment kur për shembull pacienti bën infarkt, përkeqësohet gjendja dhe pastaj me urgjencë do të mos jellë në klinik. Po pse tani ka kaq shumë mosha të reja? Cilat janë shkaqet? Mendoj në është stili jetesës. Kjo është se pjesa më e rëndësishme, jemi si shoqni dembele, nuk merremi shumë me aktivitet fizik, jemi konsumus të mëdhej të duanit, do të thonë shoqënia kosovare po dalësh në për lokale çoft ditës, çoft natës, ishte pjesë ndërmuese duke konsumuar duhan, pastaj është keq ushqimëria, konsumimi shumë i produkteve me yndyrë, sidomos me yndyrë atë përpunume. Konsumimi për shembull i madh i brumit bardh që është një prej problemeve që po ashtu ndikon. Unë ju them gjithmonë pacientave, ushqimet e shishme që na i kanë gjithëve, që janë kryesisht tradicionale, janë ushqimet më të dëmshme, sepse në masë të madhe ndikojnë rritjen e yndyrave. Rritja e yndyrës pastaj është një mekanizëm që shkon edhe stresohet në anën e gjakut dhe me kalimin e kohës vjen deri tek ngushtimi ose edhe mbyllja e saj. Kjo është edhe kujdesi që duhet bëjmë pas tentimit. Dhe sidomos duhet të jenë shumë të kujdesshëm nëse veç kanë të lashe me arteriet e zemrës, nëse veç kanë intervenu në zemër, kujdesi pastaj duhet të jetë shumë më i madh. Unë ju them gjithmonë, lufta me smundjen ka filluar tash. Ose kena me mujt, ose ka me na mujt. Domethënë, kështu që është më mirë që ne të jemi më të përgjithshëm këtë drejtim, në mënyrë që fundja secili pacient, pavarësisht problemeve që mund të ketë, meriton të ketë trajtim të mirë, trajtim dinjitoz dhe mbi gjitha meriton të ketë kualitet të mirë të jetës. Sepse fundja nëse një pacient vjen me vonesë për trajtim, kur funksioni i zemrës veç fillon me ra, kur ai mund të ketë të lashe me frymen, kur i kalon 10 hapa ose nuk mund ta kalojnë një kat të shtëpisë pa u ndi lodhun ose do të me u ndal me pushu, atëherë normalisht i prishet edhe humbet kualiteti i jetës e pastaj ndikon edhe në aspektin psikologjik edhe te ai po natyrshëm edhe te familja e tij. Jetë mirë si ideu, do që unë sa do kom në studio, ka një kujdes të jashtëzakonshëm edhe pas
trajtimit, ai I rikujton vazhdimisht se duhet bërë analizat, si e ka gjendje, nuk është prej mjekëve që e ka të monetizuar kohën, por kujdesin e ka parimor për pacientin. Dhe më kujtohet baba në kohën e pandemisë ka një operim dhe më pat pyeta, është mirë, I thash jo, tha pas ka Covid nëpërmjet telefonit, që ne as nuk e mendonim që pas operacionit do të ishte me Covid. Dhe gjatë gjithë kohës ne me WhatsApp e kemi trajtu dhe ky kujdesi yti për pacientin dok, nuk më fal, ju që jeni mjek sot, kaq të kujdesshëm, fatkeqësisht vreheni shumë, se jetojmë ose jo kohë e mirë me spitalet private, dhe ta gjesh një mjek si ju, që unë ju njoha krejt rastësisht në QKUK, ndaj do t'jem për herë mirënjohëse. Dhe ju jeni mjek I QKUK-s, që unë jam krenare kur të ftoj në studio, se e di që nuk është asgjë me interes matutje, po thjesht prezantojmë dhe krenohemi me një mjek të vendit tonë. Me një doktor që sot merr pjesë në të gjitha konferencat e botës. Prandaj unë do doja shumë gjithmonë kur ka diçka tre ty me të pas në program, që me kthy shpresën e pacientëve në QKUK. Ashtu si që falem kur ishim zyre. Lista është e gjatë, njerëzit I besojnë sot spitalit tonë dhe mjekëve tonë. Në tash jemi taku në rrethana është ajo më të mirat e mundshme. Dhe normalisht unë mendoj që të kesh fatin me trajtu zemrën e pacientëve është një farë lloj privilegji që ta jap Zoti, ta jap jeta, ta mundson familja me u shkollue dhe më ndal njerëzve në ndihmë. Normalisht unë mundohem maksimalisht që të përkushtohem mbi bazën e asaj për çka thirrem dhe gjithmonë konsideroj që kur një pacient shkruan një mesazh ose të thret në telefon, ai ka një nevojë. Dhe normalisht unë mundohem që me maksimalizu kohën që kur ka nevojë më kthy mesazhet, zakonisht mund çelloj në sallë, nuk ju kthej mesazhin, pasi dal pi sallës dhe shoh gjithmonë interesohem çka është problemi, ku është problemi e kështu me radhë. Pra normalisht përderisa ata kanë nevojë, na jemi për me ju. A është lista e gjatë, doktor, po sa përket listës tash normalisht, duke pas parasysh që Kosova ka vetëm një qendër publike, normalisht tash është hap edhe në Prizren, mirëpatje pak raste ma pak trajtohen për shkak edhe të mungesës stafit e kështu me radhë, por tu pas parasysh është vetëm një qendër publike, unë konsideroj që është e natyrshme me u rrit lista e pritjes. Dhe mbi gjitha këto me pa edhe në kontekstin pozitiv, jo vetëm negativ, se tash lista e pritjes është e gjatë edhe gjithkund botë ka listë pritjes. Dhe unë mendoj që lista... Por ju I trajtoni rastet urgjente. Absolutisht, domethënë, tash këtu domethënë është problemi, diferenca. Rast urgjente trajtohen 24 orë, 7 ditë javës. Asnjëherë nuk ka kthim prapa aty në raste kur ata kanë absolutisht. Domethënë, do jam I lumtur që bashkë me kolegët e mi nuk ndalemi asnjëherë, ata I trajtojmë gjitha pacientët cilët kanë nevojë, domethënë janë raste urgjente. A është mjaftueshëm? Tash normalisht tu pas parasysh është po flas për rastet urgjente, a ja dilni me rastet urgjente? Asnjë rast që vjen si rast urgjent nuk mbet pa u trajtuar në klinikë të na. Kështu që tash normalisht a janë rezultatet më të mira, na do të punojmë çdo ditë që me pas rezultate sa më të mira. Janë kushtet më të mira, natyrisht që nuk janë kushtet më të mira. Po gjithmonë them që të paktën është e rëndësishme që një pacient që hyn te ne në klinikë mos me dal prej klinikës pa u trajtu ose për shkak që s'ka mundësi me u trajtu aty. Në qoftë se pacienti don ta ketë një dhomë më të mirë, një televizion më të mirë në dhomë, një kujdes më të mirë ta quaj ashtu, atë normalisht ata kanë drejtë të zgjedhën, do mendoj që Kosova është vend që ka mundësi pacientët mu trajtu. Unë gjithmonë kam një problem për pacientët që dalin jashtë vendit. I kam disa pyetje të stafit shumë të mira, që relaksojnë pak bisedën. Do keni gjeni të Elita Plus është prej miqve tanë që I kemi bashkëpunëtor në radio, edhe që shëpash, aty ishte falas vizita kardiologjike për të prekurat me kancer me qenë në muajin roz. Aty ti keni zyre, ku mund të I kryjnë dëgjues tanë, miq tanë, ata që po na ndjekin të gjitha vizitat kardiologjike. Por në veçanti këtë muaj falas janë për gratë e prekura me kancer, edhe të falenderoj shumë këtë bën çdo vit me sa e di. Po, është viti 4 me radhë, kështu që paktën sa do godon një lloj sensibilizimi me këtë grup pacientave, se ku I dihet mund të jemi ndoshta nesër mas nesër dhe na vet pacient. Inshallah jo, po gjithmonë do të më mendu njëri në këtë aspekt dhe unë mundohem që sa do pak një farë lloj ndihme të vogël ta quaj ashtu, mbi gjitha më shumë shaj mirëkuptimi dhe falënderimi e kështu me radhë, duke pas parasysh që ata kanë më të vërtet probleme të rënda, e sidomos kur dihet prognoza e këtyre smundjeve, e po ashtu normalisht edhe kosta e trajtimit që është jashtëzakonisht e lartë për ata, për familjet e tyre dhe rrethin në cilin jetojnë. Është po shoh këtu te qeti jon në YouTube, janë diku 600 veta që po na ndjekin edhe në YouTube edhe po e kanë një pyetje
po shoh që po insiston, sa është e rrezikshme aorta e zgjeruar, 42.5 dhe tensioni, e ditë lutem për të thot. Okej, hipertensioni është një prej shkaktarëve që normalisht mund të sjellë probleme me zemrën, po është një e quaj vrasës i heshtur, duke pas parasysh diagnostifikohet shpeshherë spontanisht, pacientat mund të jenë me vite me këtë problem. Aorta 42.5 është e zgjeruar, sepse është zakonisht deri në 38 tek meshkujt, 37 tek femrat, mirë po nuk është në masën që ka nevojë për më shqetësu. Ajo që është shumë e rëndësishme është që duhet me trajtu mirë hipertensionin, në këtë rast mos me lënë me pas vlerat të larta, megjithatë mos me shku mbi 130 me 90, dhe është shumë e rëndësishme që pacienti me nejt veti gati, mik faktorëve të rrezikut, mos me shtu pesh, më marr me aktivitet fizik dhe në këtë formë me përcjell të paktën çdo 6 muaj deri në 1 vjet me eko, me po apo rritet më shumë aorta jo. Nëse rritet më shumë se 1 cm brenda viti, atë normalisht brenda 7-8 viteve, 10 vite mund bëhet edhe për operacion të hapur. Problemi që mund të jetë ndonjëherë shpeshherë në krizë hipertenzive që mund ta kenë këta pacienta, mund vjen deri tek çarja spontane e aortës, që është një prej urgjencave më të rënda kardiake në mjekësi. Edhe një pyetje nga Abdullahu, po thotë, deshta ta pyes doktorin, a mundesh me fol pak për miokard infarkt ose infeksion në zemër? E ka gabu, po mendon miokarditin sigurisht. Domethënë është inflamacion i muskulit të zemrës, që zakonisht prek secilën mosh. Ne kemi shumë raste kur pacientat kanë përjetojnë muskulit zemrës përjeton pra një infeksion zemër, dhe zakonisht ta pacienta shpeshherë shkon edhe dobësohet masa muskulare e zemrës, që nënkupton me rënien të funksionit të zemrës, po kur këta arrin me u trajtu në kohë, zakonisht me forma të ndryshme të antibiotikëve, trajtimi që japet për heart failure ose pamjaftueshmëri zemrës, shumica prej tyre pacientave rikuperohen për një periudhë shumë shpejt kohore, po ka raste kur edhe smundja mund të jetë në stadij më të avancuar, edhe është problem që të rikthehet funksioni i zemrës, por në shumicën e rasteve zakonisht rikthehet funksioni i zemrës. Dok, për gjithë ata që po na pyesin një numër telefoni, a mund të japim Instagramin tënd apo numrin? S'ka problem. Se e di që ju e mbani profesionalisht Instagramin me ato arterjet videot. Jetmir Seideu, doktor Jetmir Seideu është në Instagram. Po pyesin për emrin tënd, ndoshta ma le çosja në Instagram. Pyetjet që relaksojnë këtë bisedë dhe mbyllin programin është: pse ro zemra? Sepse momenti kur ra zemra fillon jeta, realisht. A ro edhe kur është në operim? Tek ne po. Standard ne s'kemi qef me na ndal zemra asnjëherë. I dojnë udhëtimet, a lidhen këto edhe me zemrën, apo thjesht është çefi yti? Të dyjat. Pjesa dërmuese e udhëtimeve zakonisht janë të natyrës që shkojnë për konferenca kësaj natyre. Rrallë shumë na vjen me u kënaq për çefi ashtu. Çka është adrenalina? Adrenalina është një hormon që e stimulon zemrën me ra më shpejt, kryesisht rritet në fazat të frikës e forma të ndryshme, po në fakt adrenalina është vetë profesioni jonë, sidomos pjesë sansal është një farë lloj adrenaline që na jep, sepse ideja ta trajtosh një pacient që ka shumë probleme, shumë dhimbje gjoksi dhe me tona ato të lashe dhe brenda gjysore kur pacienti del prej sallës ndihet jashtëzakonisht mirë, kjo të jep një farë ndjenje tradhtis, një satisfaksion që nuk mundesh me përshkruaj me fjalë. A thyhet zemra? Po, thyhet. E kemi diskutuar edhe më herët, nëse s'kam edhe po ekziston edhe sindromi i zemrës së yrës, broken heart syndrome, ku shpesh herë prek më tepër zhënim femnore, ato që më tepër janë të stresume, normalisht që janë konsumus doan të kështu me radhë, po që zakonisht ka trajtim të mirë. Sepse problemi është që emeton problemet e smundjes së arterëve të zemrës, edhe në këtë rast normalisht rritet frika, mirë po që zakonisht trajtimi është pothuajse i njëjtë dhe në shumicën e rasteve kalojnë pa asnjë problem. Cila është receta më e mirë për një zemër të lumtur të shëndetshme? E folëm më herët. Të gjitha, unë jam shumë e lumtur që sot pata në studio. Faleminderit shumë, kënaqësi.